Këtë e kena gojën. A dim që është vlefshëm dhikri? Po së ne ban. Së ne ban. S'ta mundëson Zotë. Këtë është me të mundësu me të Zotë. Këtë është ajnë se të nimon. Apo? A dim shumë prej veprave që janë të mira. Së një bojna. S'le gjunaj. S'le mëkati. Apo? S'ki takat. Mere qele Kuranin këshire që i sa gjumi. Mere banë një punë mirë këshire. Qele koletën për sa tako këshire që i sa më shpirti. Duke që kërë me ta e shpirti për trupin. Se? S'ta ka mundësu. Andaj shiko çfarë doa i tha. A thuj o Muad, Allahumma a'inni ala dhikrik. O Allah, nimom të të baj dhikr. As Zotin së ne përmeni, se Zotin nuk do me përmeni ata. S'ta mundëson Zotin me përmeni ata. Për këta syje lutë, o Allah, zgjidh manijën e gjuhës të të përmeni, lag magojën të të përmeni. Thuj, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Apo, sa njeri për shembull, apo, sa mirë është ai musliman, që çfarë do lloj gjendje e përmend Zotin. Nëse çuditë diçka thot subhanallah. Thot la ilaha illallah. Gabon diçka astaghfirullah. Apo ato të tjerë plot njerëz e ke po. Gabon diçka shoh. Po në vend shoh mos thuj me dhikr, thuj subhanallah. Thuj la ilaha illa hawla wala quwwata illa billah. Kur e shoh diçka që s'po hec, thuj la hawla wala quwwata illa billah. Apo jo se do me e mërkurja se do e martja se do e 7 ditë javës nuk e do për këtë. Do ta 13 nuk e do, sa vaj për mua, më kishim pas nem, apo një hala të mbose ire, një teze, qa gjerë një kojshiki. Oj ndërum, nalu pak, lej me hala, me teze, me malë ketë. Kur kusht ka bose hire, e nëjna që ka e vrapa, lutë Allah me drejtue. Lutë e Zotë me Allahumma inni ala dhikrik. O Zotë më mundësot të përmendi. Zotë ta mundëson, Zotë ta mundëson më ullzue, Zotë ta mundëson më falë. Zotë kitë, Zotë i banë ato. Së në matë me zorë kur gjo. Andaj shikoj ka të thua i muatë. O Allah, një mom të të përmendi. Një mom të të përmeni. As dhikrin së ne ban pa ta lecu Zoti. Që kisat me veti ki, që gojnë me veti ki, provoje. Hajde provoje. Së ne ban. Pasaj ka thanë, wa ala shukrik. O Allah, ndihmon të të falenderoj tije. Sa begatin e gzojna së falenderojna. Sa begatin e gzojna së falenderojna. A, kur pagujna në market, apo e këshira ti, mi pa amor dhe dinar ma shumë. Nëse për bitan ka dalë, apo? A ato shka i shfitëzon ti? A kusht i dha ti parët? A begatit, a i numron detalj? E këni po, ka detalista, e merë atë fakturën dhe veç e këshirë. A kënë që ka që s'kenë? Sa të përlamët me shqitë si në ti, pse? Mduket me su mduket, se parët ja ka prek. Për çka? Mës këm pakujt më tepër. E të ndërun gjëmat, a e këshin ashtu në detalj begatin e Zotit? Për sytë mi thonë alhamdulillah, për vesht alhamdulillah, për trupin alhamdulillah, për gjuhën alhamdulillah, për shëndetin alhamdulillah.